Në garën zgjedhore të tetorit, gratë numërohen në gishta. Krahas 186 burrave kandidat për kryetar në 38 komuna të Kosovës, gra kandidate janë vetëm 20. Shumica prej tyre synojnë të udhëheqin komuna që gjithmonë janë drejtuar nga burrat, e shpeshherë nga të njëjtit kryetar. Natyra Kuqi po garon në Deçan përballë 6 burrave, sikurse Egzona Tërdefci në Drenas. Për Kuqin, 33 vjeçare, kandidimi në komunën e udhëhequr nga partia e njëjtë që një dekadë gjysmë nuk ishte nisë me lehtë. Sa ka qenë e vështirë, u pa që ka qenë jashtë mase e nevojshme, e kur u pa që ka qenë jashtë mase e nevojshme për mu, fushata u bo shumë e lehtë. Ajo përgëzohet për betejën politike që ka nisur. Veç të përgëzoj, veç për guximin. E çfarë shtyu ti hynte kësaj gare? Me përmbledh arsyen e garimit tim, jo nevojat bazike të njerëzve, ujë, kanalizimi, sistemi i arsimit, qysh edhe turizmi. Arritjen e synimit për ta ndryshuar udhëheqjen politike të Drenasit, e cila i takon partisë së njëjtë, tash e 25 vjet, nuk e ka të lehtë as 31 vjeçarja Tërdefci. Është shumë vështirë për gra, sepse shpesh ballafaqohem me gjuhë denigruse, një gjuhë të tillë është përdorur edhe ndaj meje në vazhdimsi këto 4 vjet e fundit, po është përdorur edhe para disa ditësh në një debat televiziv ku të transmetimit kur ndigjet më shumti nga një televizion kombëtar. Si po e bëjnë gratë fushatën zgjedhore në vendet që konsiderohen bastione të pathyeshme të partive në pushtet? Me pak njerëz në ekip, ecin në rrugëve të qytetit, hynë në dyqane, vizitojnë kafene e shtëpi, duke kërkuar votë derë më derë. Nuk kanë tubime të mëdha politike, por kanë zgjedhur të flasin personalisht me qytetarët dhe t'i dëgjojnë kërkesat e tyre. Teksa takojnë qytetarët, atyre u dorëzojnë në formë të shtypur programin zgjedhor për komunën e tyre. Mirë se u gjetëm. Për te qendrës së qytetit, vizitojnë fermerët dhe dëgjojnë prej tyre për nevojat e sfidat ku u duhet mbështetje. Një fermerë në leconi fort atë punë se mundemi boqat. Po, unë e kom si pikë të programit, masi kom folë me shumë njerëz. Dhe u premtojnë atyre se do të punojnë për zgjidhje nëse ju besohet udhëheqja e komunës. Në një tjetër dimenzion të fushatës, rrjetet sociale ju shërbejnë si mjet për të komunikuar me qytetarët, për të shpalosur problemet e qytetit dhe idetë për ndryshim. Ndërsa synon të bëhet udhëheqësja e parë e Deçanit, Kuqi thotë se mbështetet pikërisht nga gratë. Pa dikush që muj me kuptu që më ka thonë nuk mundesh me udhëheq me Deçanin sepse je gru. Unë target e kam qytetarin e Deçanit i cili pajtohet që duhet një ndryshim pas 23 vjetëve qeverisje, por edhe kesh menaxhimi paros publike. Këtu janë rinia, janë gratë dhe është secili qytetar i Deçanit, secili burr që njihet që Deçani meriton më shumë. Për komunës nuk kemi përkohet, zero kemi, komuna jonë gjithë, për fillimet deri sot. Por në Drenas, besimi se komuna mund të udhëhiqet nga një grua, sipas Tërdefcit, mbetet ende i brisht. Ndoshta padosh me hyn hak gjenerata më e vjetër e shohim problematike që një grua me udhëheq Drenasin. Andaj edhe mbështetjen e pret nga kategori të tjera. Mendojmë që mbështetjen më të madhe që kemi marrë në vazhdimsi si vetëvendosje do ta kemi nga gratë dhe nga rinia. Pra këtu janë dy kategoritë e shoqënisë, të cilat ne mendojmë që nuk janë mbështet sa dohet në Drenas. Partitë kryesore politike u abesuan pak grave kandidaturën për kreun e komunës dhe i kandiduan për kryetare në komunat ku si parti nuk kanë udhëhequr në 16 vjetët e fundit. Lëvizja vetëvendosje e cila kandidoi vetëm Tërdefcin, thotë se angazhimin e grave nuk e mat vetëm me kandidatura për kreun e komunës, por edhe me përkrahjen e politikave gjinore në programet lokale dhe me udhëheqjen e listave për kuvende komunale nga 12 gra.
Partia Demokratike e Kosovës i kandidoi 3 gra, në Kamenic, në Pej dhe në Mitrovic të Veriut. Lidhja Demokratike e Kosovës e kandidoi vetëm një grua, në Zubin Potok. Ndërkaq, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i kandidoi 3, në Ferizaj, në Fushë Kosovë dhe në Kaçanik. Asnjëra nga këto parti nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit për numrin e ulët të grave kandidate për kryetare.